pejgamberi Allahut ka qenë me ashabët e tij, me xhamatin e vet, me të dashurit e tij, duke ndenjur edhe në moment Muhamedi alayhis salam usqeshëm, qeshëm. Ama nuk ka qenë duke biseduar në atë moment që ka qesh. I thua sahabet, ma e të hakek ja Rasulullah. Çfarë të bëri të qeshësh, muaj dërguari i Allahut? U knaqëm ku të pam se qeshëm. Çfarë bëri të qeshësh? Ju thot shokëve të tij, Allahu Dhul Jalal ma paraqiti skenën e ditës së gjykimit. E pash një skenë nga mëshira e tij që i ka paraqitur lloj skenash Allahu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ma paraqiti një skenë di persona kishin dalë para Allahu Dhul Jalal. Njëri mirë, normal, njëri keq. Ky miri kishte pas hasmëri në këtë dinjë, në këtë keqi. Edhe i thonë, o Zot, unë kërkuj hapin dhe këti. Allahu Dhul Jalal dhe çfarë haku kërkon dhe këti? Do të më ka marrë padrejtësi në dynja, kërkuj hak. Allahu si drejti absolut, do t'i ndaj krejt punët botën tjetër. Çfarë haku do? I thot ky miri, i thot Allah, o Zot, ti që më ka marrë padrejtësi, tua që t'ja marrë sevapet atia meri edhe vendoj të kantari. Për atë mas që më ka bërë pa drejtësi, Allah është shfarë i thëtë, o robi, po ti s'ka kokë sevap, qëfar ti marrë? Tish njeri sevapet e nuk të hitë të rrahti. E batër o Zot, merë nga gjinat e mija, vendoj të kantari e këti. Fjallë është përësh, a do bëhet po të kitër po? Me këtë do Allah vledoj. Aj me këtë do. O Zot, men nga gjinat e mija vendosi në kantarin e këti. Qëfar i thëtë Allah? Më shiruesi, më shirëpërësi. Po thëtë, a kishe dashur që ti të kesh të një gjinat e kantarin tonë? A kishe dashur ti? Po që më të kesh halal gjinat e kantarin? Jo, po si tonë që të vendosim halal, një punën e ka përpat, halal të rëndojmë. Më shirë Allahu Jalal. Po Zot, çfarë bëj? Unë dua hap. Mirë, nuk ta falë me tjetër këtë ditë. Nuk e falë. Baba gjali nuk do e falë. Jo që nuk do ta falë, po do hiki që shpëtoj kokën e vete. Ka jetën e për këtë. Çfarë i thot ki? O Zot, po si të hakmerë? Allahu dini çfarë i thot? O robi, shikon në të gjatë për tante, undur ila jeminik. Kur e këtën të kokën në të gjantën e ti, i shenë gjennetit të përgatitura për këtë, edhe për kitë gjennetit. Palatin, nga ari, nga argjetin, nga diamantin, nga elmasi, nga gjivahim, ujvarë, fontana, druj, pejë, ushqime, krejtë të mirat, që asë syri si kish pa, asë veshë si kish në gjuhë. Edhe kitët, o Zot, për kë janë të, për cilin janë të përgatitura. Allah e dhëtë, për ato që e paguajnë çmimin e këtij vendi. Ka çmim këtij vendi. Po të cili është çmimi o Zot do të hinë? I harrojnë më këtë para. Cili është çmimi do të hinë? Çmimi do të është ta marrësh vllahun tan për dorë dhe të hinë të dinë në xhenet. Edhe Muhamedi alayhis salam ka thënë, u habita dhe u knaqa se si Allahu Dhul Jalal i pajton e në dinjon tjetër mundoti, jo mundoti, gjenë monira i pajton t'i vledhet, jo që mos tjetë t'i dhruar, por që të ditë të hinë në xhenet. Çmimi i këtij xheneti është të marrësh vllahun për dorë, hinë të ditë në xhenet.